Mjafton ta kuptosh që është llogaridhënia para Allahut dhe ky Zot fuqiplot që i merr krijesat në llogari është i drejtë. Wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah. A ditë në ditën e gjykimit, pas ringjalljes i vendosim peshojat. Thotë Allahu subhana, fala tudlamu nafsun shay'a. A ditë asnjë shpyrti, asnjë krijesa, asnjë njeri nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Gjithsesi cili do ta marrë rezultatin e veprave të veta. Thotë in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha. Edhe nëse bëhet fjalë qoftë edhe për një vepër posa një far, posa një bërtham, posa një copë e vogël, ne do ta sjellim atë për ta peshuar ditën e gjykimit, wa kafa bina hasibin, dhe mjafton që ne me ata të cilët do t'i marrim njerëzit llogari. Mjafton ta kuptosh që është llogaridhënia para Allahut dhe ky Zot fuqiplot që i merr krijesat në llogari është i drejtë. Do të thonë Allahu na fton të jemi të qetë, që të jeni të qetë që dita e llogarisë është ditë e dhënies së llogarisë para Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo qetësi rrjedh nga besimi ynë se Allahu subhanahu wa taala është i drejtë dhe feja e tij është ndërtuar mbi drejtësi dhe ringjallja është koncept drejtësie dhe dhënia e llogarisë do thotë ka të bëjë sigurisht me drejtësi. Madje Allahu subhanahu wa taala edhe dërgimin e pejgamberëve, do thotë dërgimin e njerëzve të cilët i kanë ngarkuar me shpallje, e konsideron një prej arsyeve për ta përmbushur parimin e drejtësisë. Për ta përmbushur parimin e drejtësisë. Kuptimin që në ditën e gjykimit mos ketë njerëzit arsyetime që po dënohen padrejtësisht, qysh po dënohen ndërkohë nuk i ka dërguar Allahu subhanahu wa taala shpjegues edhe qartësues. Thotë Allahu azza wa jall, "Wa li kulli ummatin rasul." Ne çdo popull i kemi dërguar një profet. Çdo pjesë të njerëzimit, çdo gjenerat të njerëzimit i kemi dërguar një profet. Thotë fa idha jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist. Qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun. E kur t'ju vjen aty në pejgamberi, kur t'ju vjen profeti, pastaj çështja ndërtohet mbi drejtësi dhe ata nuk do t'ju bëhet pa drejtësi. Do thotë kush e ndjek profetin fiton shpërblimin e Allahut dhe kush përgënjeshton profetin dhe nuk rreshtohet pas tyre e meriton dënimin e Allahut subhanahu wa taala.